Gjithmonë ka kërkuar një president që është jashtë partive politike. Edhe çka bëni? Në zgjedhjet e 14 kurtit e propozoi Vjosa. Megjithatë u zgjat u krye. Kur po folni për presidentin si sukses që ka mbrojë me marr pjesë në një summit ndërkombëtar si samiti Davosit. Edhe u bë pjesë e bordit poshtë që ka jap dorën Trumpit. Po Hashim Thaçi ja ka jap dorën Trumpit, e Bill Clintonit, e George Bushit, e Obamas, e këtyre ka jap dorën, vetë vendosja e ka shtim maqin mishët, e ka grije. Domethënë tash çka? Nëse po flasim për sukses, për mia zot dorën një presidenti amerikan, atëherë Hashim Thaçi ka i pari, sepse më shumë po çka bën vendosja për Hashim Thaçi? Çka kanë thonë për to? Çka kanë thonë për to? Është mëshme. Argumenti tjetër për Vjosin është. Shiko, a ka qenë ajo mosh e Albin Kurtit që ky argument më të fortë nëse këto nuk kam. Nëse Këshilli Prokuror i Kosovës, jo presidenti, nëse Këshilli Prokuror i Kosovës e ka mandatin ligjor dhe kushtetues me e zgjedh kryeprokurorin, e zgjedhin kryeprokurorin, e çojnë me e dekretu te presidentja. Presidentja e mon emrin e tij 1 vjet në tavolinë. Dhe derisa thot, ja, u kryta shumë mbyll si president. Arben a gjen atë emailën atë lajmin. Nuk ka rëndësi emaili këtu. Nuk ka rëndësi. Këtu ka rëndësi ndërhyrja flagrante politike. Vjosa e ka marrë se përmbylla. Nuk e përmbylla, lutna. Po ndërhyn, nuk e përmbylla deri në fund. Nuk e përmbylla. Në rast se ti nuk e pas guxim fillimisht vet me marrë një vendim, qoft pro apo kundër, me dekretu apo me marrë vendim kundër dekretimit. Dhe ke prit derisa Albin Kurti del falturet kuvendit Kosovës dhe thot kështu, thot, sot jam unë kryeministër, Filen Pisteki nuk bëhet kryeprokuror në këtë vend, edhe mas 2 javë presidentja e merr vendimin edhe nuk e dekreton president Broma. Çka e duk sojti? Domethënë bufalisht, totalisht në ndikim të Kurtit, sepse derisa ai ka vënë dekretot, ajo nuk ka marrë veprim. As anej, as kënaj. E gjena Arbeni Shafshi është mirë me gjithë. Mund kemë edhe presidentja ka hezituar me dekretu të njëjtin sepse i njëjti. Sepse hezitoi para se me fol Kurtin në kuvend. Jo, ka dalë, merr frym, vesh e merr frym unë të marr. Po merr po veç tregon vërtetën për manipulimi sepse procesi është kontestuar nga ambasadori amerikan. Dhe siç duket, kjo presidenti ka shku veç në përgjurmë kënë e pëlqejnë ata, kënë se pëlqejnë ata. Që me qenë e pëlqyeshme tek ata. A ka qenë rregull kjo? Nëse kjo është e vërtet. A ka qenë rregull kjo, për një presidenti të vendit apo dashka me qenë kështu? Po shumë. Çfarë si ky vendimi i gjykatës kushtetuese që më herët e ngjerë një vendim pro amerikan ose anti-amerikan, se ta Kose pëlqen, ambasador me kryeprokuror, kur e shoh që s'pe pëlqen, s'po e bën. Kjo është absurde, bre. Kjo është absurde, mua atë pe angojm qelësit i shtetit. Po funksionon çështja. Te vendimi i gjykatës kushtetuese. Asnjëherë gjykata kushtetuese nuk ka pas një vendim ku ja mohon dikujt të drejtën. Në rast se vetëvendosis i ka takuar si parti e parë me kandidatin për kryetar, ku a e kanë bërë ata a e kanë bërë për shkak të presionit që i ka shku për ndonjë ambasadi, ka mundësi që e kanë bërë ata, se s'është hera e parë që bjem prej presionit, po unë e konsideroj që në lajthitjen që e kanë çu LDK-n, se LDK-ja ju e dini mirë filli që se ka votuar në Nadir Rashiqin disa herë, po pas një vendimi gjykatës kushtetuese, pas interpretimit që i kanë bërë ata në LDK,